Faleminderit, kryetar. Si duket këto, Arben Taravarin e kanë makt, ma që një shtuet noç në mora. Si pas tyre, Arben Taravari është përgjesë për 5 tone marihuane, që ka kalun në kufi, edhe Arbeni është përgjesë. Ozo Nikolski, po e dimbe kush je ti. Ti ke qenë një ndër bashkëpunëtorët kryesor të Nikola Gruevskit. Në regjimin ku me mijë qytetarë u përgjuan. Në regjimin ku gjyqësia ishte e kapur, prokurori e kapur, shteti ishte i kapur. Në regjimin ku gazetarët persekutoheshin. Regjimi që e bëri Kërdin, ti ke qenë një bashkëpunëtorët kryesor të Gruevskit. Dhe vazhdon të jesh bashkëpunëtor kryesor edhe i Hristian Mickoski në këtë regjim. Në regjimin ku tenton të zhvendosisht trasë në korridorit 8, pikërisht mos kaloj ka Shqipëria dhe qafe e thanës, që krye ti, zoti Nikolski. Panaj, SPAK-u e kanë themeluar Amerika, pësëri them, tash do të them, tash i them ato gjëra që mendoj, zoti Nikolski. Pse ti mendon se gjyqësia SPAK-u bizotron me telefonata si këtu? Me telefonat politike, gabime ke terrenin, ti në aspekt psikologjik mendon për shtetin tanë për Maqedoninë, ashtu bëhet me krye prokurorin. Kërdi bani krye prokurori për 2-3 ditë. Kërdi bani. Mos citoj disa deklarata të tjerëve. Pra, Shqipëria e ka trasur rrugën, ka formuar një instancë pavarur, që të ketë një gjyqësi pavarur, një gjyqësia politike, një gjyqësi profesionale, ku pushteti do të lirohet. Gjyqësia do të lirohet nga pushteti. Po këtu në Maqedoni vazhdojmë njëse të funksionojmë. Si ke funksionuar në kohën e Gruevskit, si bashkëpunëtori i afërt i Gruevskit, ashtu funksionon në kohën e Hristian Mickoskit, si bashkëpunëtori i afërt i Hristian Mickoskit. E mshet tash ti mund të kesh shok, gjithë kemi pas shok. Unë nuk thash diçka kundër atij, po ti si nuk je njëri neutral, zëvendës kryeministri dhe akuzon për burgosur politik dhe mund të japësh deklarata paushale, siç thahet tash. Në të kundërt do të kërkosh falje për interes të shtetit. Shteti dhe unë nuk kam llogarit të përkeqësoj raportet me Shqipërinë për shkak se të një individi Aleksandr Nikolski që ka qenë bashkëpunëtor i Nikola Gruevskit dhe vazhdon të jetë bashkëpunëtor i Hristian Mickoskit. Një regjim dhe tash një regjim tjetër. Ti sa herë ti ke shkuar në Hungari nuk e di. Me shishevin tan se e taku. Nuk e di Arbej as Arbej nëse ka shku takohet me Dinamon, takohet ka takime zyrtare. Po ti shkon të takosh një që ka hik prej shteti, një persekutuar. Ti e ke mentorat e ke pas, dhe edhe në kohën e Hristian Mickoskit vazhdon të kesh mentor. Shire, të thuash mrama fut në burg kundërshtarët. Nuk është një analiz, është një propagande lodhur dhe sugjeroj, informon nga burime serioze, jo nga korridore të errta apo nga qeli ku shpesh tregimet prodhohen me këmbim të lobimeve të dopta që kanë dalë boje. Sepse dallimi zoti Mickoski në mes një shtetit të së drejtës dhe një shtetit të kapur, ku ti shërben të si ministër është se në shtetin e drejtës politika flet për drejtësinë, nëse shtetin e kapur drejtësia flet për politikën, zoti Nikolski.